Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, ditën e sotme për të nisur një maraton të gjatë të komentimeve. Do të nisim këtë ditë pikërisht me Sara Gjordenin dhe intervistën e saj. Ju e dini shumë bukur që Sara pati paralajmëruar që më datën 11 nëntor do t'jepte një intervist, do t'jepte një deklarat, apo do të ndodhte diçka. Dhe ditën e djeshme, Gocat dhe Gratë, një emision tepër i ndjekur dhe një emision i qelluar për të trajtuar temat, diskutime, dinamikat më të fundit se çfarë ka ndodhur, diskutuan me Sara Gjordenin. Sara Gjordeni ishte në mes të gocave, në mes të gjitha shethemeve, në mes të gjithë deklaratave që ajo në fakt duhej të jep për qëndrimet e saj. Foli në raport me Bardhin, foli në raport me familjen, foli në raport me gocën. Televizioni Top Channel kishte hyrë brenda shtëpisë së Sarës, një shtëpi tepër lukse, që në fakt pati shumë reagime të menjëhershme nga publiku që Sara dhe Bardhi pikërisht 3 muaj më herët erdhën si një çift, apo një vit më parë, le ta themi kështu trumbullaksuar, erdhën si një çift që kishin probleme serioze në jetën e tyre, ndërsa në aspektin financiar, ndërsa sot kanë një shtëpi lukse. Unë mendoj që çiftet nuk duhet gjykuar në këtë formë, sepse Sara ka punuar fort mirë, të paktën këtë vitin e fundit. Bardhi ka patur koncerte të jashtëzakonshme dhe unë mendoj që janë personazhe publik që nëpërmjet punës së tyre, energjisë së tyre, ato asnjëherë nuk mbeten keq. Do të thënë, sigurojnë një të ardhme goxha të mirë sepse kanë kontrata, kanë marrëveshjet të cilat ato i bëjnë për të siguruar një diçka shumë të mirë. Sara Gjordeni u ngacmua pak nga gocat e emisionit për Egli Takon, e përzgjedhur nga produksioni i televizionit Top Channel. Sara Gjordeni i bëri një surprizë Eglit natën e finales së Big Brother VIP Albania 4, ku pikërisht Egli Tako, do me thënë, u surprizua për forcën, për guximin, për qëndresën që ka një femër e cila dëshiron që të mbetet e guximshme dhe e fortë në veten e vet. Dhe duke u bazuar në historinë që Sara kishte, në luftën virtuale që Sara pati nga komentet, nga deklaratat e shumta që Sara u gjykua apo u mallkua deri në gocën e saj, që unë nuk dua të ekzistojnë këto fenomenet, Sara Gjordeni deklaroi që nuk ka më marrëdhënie me Egli Takon. Në fakt nuk e di se çfarë mund të ketë ndodhur. Unë edhe më herët, edhe ditën e djeshme, e thash që Egli Tako është një personazh që ka përzgjedhur që të heshtën, do me thënë nuk ka përzgjedhur që të flet, nuk ka përzgjedhur që të bëj deklarata, nuk ka përzgjedhur që të jep mendime apo të bën një grindje virtuale me artistët e tjerë, por mendimi im është ky që ndoshta Sara Gjordeni në momentin që është ngjitur në skenën e Big Brother, ka menduar që mund të ketë krijuar një afrimitet të afërt me Eglin shoqëresk, gjë në të cilën ndoshta Sara dhe Egli nuk janë njohur më herët, nuk kanë patur atë afrimitetin, nuk kanë patur atë shoqërinë, dhe pikërisht kjo pjesa që Sara nuk ka, do të thënë, Egli nuk e ka vazhduar më tej shoqërinë, apo nuk e ka mbështetur ndoshta Sarën apo rrugtimet e saj, dhe Sara ka përzgjedhur që të ketë një krisje mes Eglit. Nuk ma merr mendja që mund të jetë emisioni që Egli mund të ketë marrur minutazhin Sarës në një rubrik dhe Sara nuk e sillën më emisionin e saj, sepse tani në emisionin e pasdites, do të thënë në të dielën, le ta themi, Egli Taku ka një minutazh të veçantë dhe siç duket është ky minutazh i Sarës që vajzat mund të kenë patur një konflikt për interesin e punës së tyre, dhe televizioni Top Channel mund ta ketë vlerësuar Eglin si më të klikuar për t'i dhënë
për t'i dhënë një mundësi për të qenë pjesë e televizionit Top Channel, por domethënë kjo mbetet e gjitha në një hamendësim, mbetet e gjitha në një pikpyetje të madhe se çfarë mund të ketë patur mes të dy gocave. Domethënë ne hedhim një hipotezë që Egli dhe Sara mund të kenë pasur të krijuar një dinamik, shkaku i emisionit që Sara e jepte pothuajse në të njëjtin minutazh. Tani duke u matur me timerin që është shumë i rëndësishëm në televizione, emisioni e diel nuk mund të del nga timeri, ka një orar fillimi dhe ka një orar përfundimi dhe ky orari me patjetër duhet respektuar sepse marrin dënime të mëdha. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që dy gocat mund të kenë nisur konfliktin mes njëra tjetrës. Mu duk pak e prekur Sara për faktin sepse kur u pyet nga Rozana Radi që a je ti ajo e cila je përzgjedhur apo edhe nga vajzat e tjera që je përzgjedhur si opinioniste në Big Brother, ajo që Sara tha që unë në asnjë mënyrë nuk nuk i imponohem televizionit Top Channel. Atë që ma kanë dhënë, mendoj që e kam merituar dhe nuk e kam kërkuar. E pash si një lloj koklartësie dhe mendoj që konflikti që mund të ketë nisur mes Sarës edhe mes Eglit është kjo pjesa që Sara dhe Egli mund të jenë ngrindur për interesin e tyre të emisionit. Por në këtë mes, derisa nuk kemi një deklaratë, Sara nuk e shau Eglin, nuk e ofendoi Eglin në asnjë mënyrë, por thjesht nuk dëshiron të flet për të. Ajo që unë kam arritur të zbuloj, Sara ka shumë anë pozitive, ashtu siç ka Egli, dhe e la të hapur këtë pjesën që mund të jetë një opinioniste e rëndësishme në Big Brother, nuk është një fjalë që flitet kot dhe mund ta kemi Sarën opinioniste të këtij spektaklit. Si e shikoni ju të gjithë këtë dinamik të madhe që ka nisur?